E keni shansin ideal, është më i miri prej neve, është Hajrullah Qeku, me 9 nëntor gjithë do të bashkë, dalim të mbështesim. Ky është plani ynë për Kolovicën, vizioni ynë për një lagje të respektuar e të zhvilluar dhe angazhimi ynë për ta bërë këtë realitet. Kolovica është lagje e punës, lagje e familjes, lagje e dignitetit. Numër 1. Do të ndërtojmë 2 qerdhe të reja publike ose me bazë në komunitet në lagjen tuaj. Që fëmijët të rriten me mundësi, që prindrit të mbështeten dhe që familjet të kenë edhe siguri edhe qetësi. 2. Do të ndriçojmë çdo rrugë e çdo rrugicë të lagjes, sepse siguria nuk është luks. 3. Do të përmirësojmë rrugët, do të ndërtojmë trotuare të dinjitetshme, do të vendosim pritore autobusi moderne dhe do të rrisim sigurinë në lagje. 4. Do të ndërtojmë tregun e lagjes, jo një hapësirë të improvizuar, por një treg të rregulluar, të organizuar me kushte të mira për çdo tregtar dhe çdo familje. 5. Do të kemi menaxhim të rregullt të mbeturinave dhe pastërti të garantuar. 6. Do të krijojmë parqe të reja, hapësira rekreative, fusha sportive. 7. Do të zgjidhim me drejtësi dhe transparencë problemet e pronës që ju kanë lodhur me vite e me dekada. 8. Do të ndërtojmë rrugën që lidh Kolovicën me Bledin dhe Taubashën, duke krijuar qasje më të shpejtë, lëvizje më të mirë dhe mundësi të reja zhvillimi për lagjen. 9. Do të rehabilitojmë sistemin e kanalizimit, duke siguruar standarde të denja për jetesë në çdo shtëpi pa përjashtim. 10. Do të sigurojmë transport publik efikas dhe me autobus modern, që çdo banor të ketë qasje të lehtë e të shpejtë në drejtim të qendrës dhe pjesëve tjera të qytetit. 11. Do ta trajtojmë me kujdes të veçantë zonën tuaj në planet e reja urbanistike për të ofruar perspektiva të reja për jetë të dinjitetshme dhe rritje të vlerës së pronës.